fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Radhës Fakte. Anton Kolaj u lind më 3 tetor 1953 në Zllakuçan të Klinës. Ka mbaruar fakultetin filozofik në Universitetin e Prishtinës, dega filozofi sociologji dhe ka diplomuar tek profesor doktor Fehmi Agani në vitin 1977. Fillimisht punoi si mësimdhënës në gjimnazin Luiz Gurakuçi në Klinë dhe Kiev, derisa në vitin 1989 u largua me dhunë nga puna nga ana e pushtetit serb, si i rrezikshëm për pushtetit dhe i pa përshtatshëm për rini. U arrestua në të ashtu quajtur proces të izolimit rreth 250 intelektualëve shqiptar të Kosovës. Në fillim të vitit 1990, ai ishte themeluesi degës së LDK-s në Klinë dhe kryetari i parë i saj, po ashtu ishte iniciator dhe themeluesi i sindikatave të bashkuara të Kosovës në ndërmarrjen Mirusha në Klinë. Ishte në balë të aksionit për pajtimin e gjaqeve, kryesisht në komunën e Klinës. Në korrikt vitit 1990 hyri në kryesinë qendrore të LDK-s, ku më vonë në kuvendin e parë të saj u zgjodh nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Antoni në LDK njihet si bulldozer, eskavator. Ai ishte kudo që ishte nevoja të komunikimit me veprimtarët nga tereni dhe aktivitetet ndryshme. Në vitin 1992 në zgjedhjet u zgjodh deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës, së bashku me profesor Fehmi Aganin, ishte iniciues dhe koordinator për formimin e Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Kosovës nga marsi 1992 deri në qershor të vitit 1994. Ishte ministër i mbrojtjes në Republikën e Kosovës, i emëruar nga presidenti Ibrahim Rugova. Për shkak të angazhimit të tij në formimin e forcave të armatosura të Republikës Kosovës dhe pozitës së ministrit të mbrojtjes, si dhe pas arrestimit në shtator të vitit 1993 të shefit të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës Kosovës, zoti Major Hajzer Hajzeri, dhe të një pjese të shtabit të përgjithshëm si dhe shtabeve komunale të mbrojtjes më 23 shtator 1993 me sugjerim të Ibrahim Rrugovës, Antoni largohet nga Kosova dhe përkohësisht vendoset në Tiranë, Gjermani dhe SBA. Pas janarit të vitit 94 me kërkesë të Ibrahim Rrugovës, Antoni kthehet nga SBA dhe vendoset në Tiranë. Në prill të vitit 1994, me vendim të presidentit të Kosovës, dr. Ibrahim Rrugova, emërohet përfaqësuesi i Kosovës në Republikën e Shqipërisë, pozitë të cilën nuk e ushtron gjatë si rezultati mos komunikimeve president qeveri me që rast jep dorëheqje. Anton Kolaj ishte dhe mbeti një ushtar lojal i Ibrahim Rrugovës, i mbështetur në besimin se Ibrahim Rrugova ishte njeriu më i duhur në kohën më të duhur për kombin dhe për Kosovën. Ai tani jeton dhe vepron në Gjermani dhe Kosovë dhe mbetet një shembull i një veprimtari të devotshëm. Bashkëbisedimin me zotin Anton Kolaj e kemi realizuar kohë më parë në studion Fakte. Pjesa e parë. Juftoj të ndjekim në vazhdim. Anton Kolaj, emnin kush ta ka vu? Emnin ma ka vu baba dhe nona, i ka propozu edhe një prift Krat, që ka qenë në Zllakuçan, e cili e ka pas idhull Shëndon, ose Shëndantonin. Këtu është ajo gjeneza e emrit. Emri shqiptar nuk e përjashton as njonin të drejt me besu në Zot, si të duan shqiptarët, qoftë përmes Kuranit ose përmes Biblës, ose mes më besue, me kon agnostik ose ateist. Dhe me thënë, nga kë kanë vështrim Serbisë vazhdimisht i kanë pengu emrat shqiptar, edhe aq më tepër kur këta emra janë has të popullit jonë në shtrirje horizontale. Edhe unë kujtoj se hala duhet rinia me emra shqiptar të moderuar, por në jena shumë të pasur me emra shqiptar. Antoni, me jo rikujtue publikut që çështja e izolimit të intelektualëve, dikon 250, ku aty ka pas emra eminent, ke qenë edhe ti. Qysh ka ndodhur sakt? Edhe pse në mesin e rreth 250 njerëzve aty me qenë Anton Kolaj? Po, shkurt dhe me thonë, kazus belli i izolimit ka qenë angazhimi i intelektualve në gjithë Kosovën
duke rezistue angazhimet e Miloševićit, angazhimit ti për të ndryshue pozitën e shqiptarëve mbi bazat e Kushtetutës 74-s. Sigurisht që ka pas plotëtemna të izoluar të cilët kanë qenë në përburgje prej 74-s, besa 80-nishës dhe kështu me radhë. Të nën Klin pa të fillu një fushat tepër e egër me ardhjen, domethënë, me formimin e këtyre shoqata si Burxhun, Fushë Kosove, politika Miloševićit, donin përçamje fetare, shëllovish shoqata Burxhun kanë pas një gazetë shkruante se shqiptarët e besimit katolik janë të maltretuar, të keq përdorur nga shqiptarët e besimit musliman, kërkojnë ndihmë te ne kështu me radhë. Si është vërtet, pa ta shkruar një artikull, ma pa të boturi lindja për fat edhe për pas tjerash pa ta thënë se natën 9 fije na bashkojnë janë veçan. Besoj sot e gjithë ditën besoj se është çashtu. Bile tash u kam thonë ish në zonë sot mi si vjet në thirrën gjimnazin e 45 vjetur në një klasë më thirrën. Tash ti duhet që esin a veçan mu zbut shumë, jo mu trash. Se ka përpjekje me trash. Dhe po e thu na veçan, jo na dallon. Po, me shly. Qartë. Pastaj angazhimi, sidomos gjimnazi ka qenë në fokus të sulme për më ndryshu emrin Luiq Gorakuqit, edhe shkollë fillon në Grbanic, ne jemi angazhu shumë. Unë kam qenë në pjesën e ta quaj atij grupimi profesorësh që janë angazhu për të mbrojtur drejtën tonë. Kemë organizuar pastaj gjitha protestat, marshi minatorë për shembull që është bë, unë kam pri marshin e minatorëve bashkë me kolegët e mi si Kol Berisha, Ramazan Krasnisi, Nur Shabani e tjerë. Unë kam bërë një fjalim në këtu 25 maj atëherë, bukur me zër hyna se s'dashte me mlan, Vilne Bigashi tash i ndjen sigurisht një funksionar që i moderuar në kënej. Unë ina bukur me haz edhe kur e pa se nuk s'pan pa fol, m'ja mora mikrofonin, mua afru të vogël më tha, fol veç mas na shoj. Normalisht nuk isha aty mi shoj shqiptar. Po si do të qoftë, dhe me thënë në vazhdimsi, besoj që aja ka dalë në fokus, ka qenë angazhimi ju në gjimnaz, këna bërë rezistencë të madhe, mos më ndryshu emri, edhe aty mendoj unë në Klin është ringjall fryma e rezistencës edhe kriju kohezion. Kriju kohezion, se vinin me metodat ndryshme në Grbanic, donin me thonë, po ky Luizi nuk është ju i ka i Shqipnis, është katolik, ne i ka pjesa ku ka shqiptar besim katolik, shka keni ju për Azemin ka, është kështu, dhe me thonë, metodat serbe, normalisht që aty kanë hasë të gjithë ne, në barikadat forta intelektuale, edhe kështu besoj, dhe me thonë, kur me kanë arrestue, në makinë për pej, njëni prej atyre, tha ti, Anton Kola po, këshin lidhë durë normal. Tha ti njëri me rrezikshëm këtu në këtë regionin e Klinësit pejs. Nuk komentoha, barë përshka me komentoha, si do qoftë. Unë kam qenë angazhuar me kapacitetet mia intelektuale edhe morale për të drejtat tona, për të drejtën për vetëvendosje. Këtë se kam lartë kur, dëshmitar, i kam Zansit. Anton vjen prej regionit Klinës, një vend mjaft specifik, edhe me një histori, edhe me gjeografi, edhe me rëndësi të madhe në rrjedhat në përgjithësi të ECA-kës popullit shqiptar, që ato thymjet e prej vitit 87, 88, 89, 90. Ti je një njeri që kryesisht veprimtarinë edhe aktivitetin, si që thëshim ne në krye qytet, i terenit. Dhe tereni jote ka qenë vendlindja jote, veprimtaria jote, aktiviteti jote. Ka qenë një njeri me një autoritet të veçantë dhe me veprimtari të veçantë. Se di pse më koincidon një emën i shkollës ku ke punute, unë t'identifikoj me Luiq Gorakuqin, jo për shkak edhe veç emnit shkollës, bërë kur të shonat për mendorën, po edhe më përgjithësi si njeri edhe personalitet afër Ibrahim Rrugovës. A ka mbet kez Klina kur te orientimin e ke pas gjithësisht përcaktimin, jo po kërkesën edhe nevojën që ti të vish nga një provincë shumë e rëndësishme, sa i ka mungu Antoni Klinës në raport me dobin që i arko dhe prapë se ti, edhe pse ke anë qendër, kryesisht jemet me aktivitet veprimtarit njerëzve edhe në teren në qatë horizontalen që ne e kem qujtë DDK dhe infrastrukturë LDK-s. Kjo pyetje është shumë me vene dhe është pyetje mirë. Në fakt,
Kur jam pyet prej antarëve të LDK-s të trijut në një mbledhje kush është themelues ose më prezantuan si themeluesi i LDK-s në Klinë, unë thash, unë jam bashk themelues për faktin se normalisht se kam qenë iniciatori, kam marrë këtu i pari kështu aja, por e ndisha veten e bashk themelues se kushtet për të kriju diçka në Klinë me ju përballë sistemit serb në mënyrë më të organizume, janë kënë pjek suksesivisht, unë kam punu për vitet 80 në këtu aktivitete, dhe me thanë, për Kosovën Republike, dhe me thanë, por në fund viteve 87 me vrasjen e ushtarëve tanë, për shembull Aziz Desku në Klinë që te kinë qezu, edhe dhe me thënë ne vlonim dhe ishin qendrat, për shembull shkolla fillore ku ishte tash Ndjeri Smetaraci drejtar, kishim punkte të organizata punuese ku njerëzit vepronin në të tjera, faktikisht atë kushtet kanë qenë shumë të pjekuna politike dhe kombëtare me bodhë një hap tutje. Unë kur kam dalë prej izolimit, qershor të 89-s, pasi e mora pak veten, menoja me bo diçka, po Klina ishte qetë në zonë Saskish, doja me bo një incident në kuptimin politik, me dhënë dorëheqjen nga Lidhja Komuniste, bisedova me një 2-3, pak të kujdesshëm, thash, mos thuni sepse burrës na kallzove, shkova, edhe shkrova dorëheqjen. Tash kur themelu LDK-ja, shpërthej, vëp edhe, ata e quaj veten unë si bashk themelues, me Ismet Rasin e Ndjer, me Prek Xhetën e Ndjer, me Ramadan Krasniq, me Kolberish, me Nusha Ban, me Gani Vesel, me Sevdije Shala, bashkëshortja Jakupit, Krasniqit, plot të tjerë. Tash ti pyetja a ka met Klina, në fakt unë jam nis shumë mirë në Klinë dhe kur jam kuptuar në korrekt 90-s më duket se jena kuptuar në kryesinë qendrore, nuk më ka lënë një përshtypje dorë në zemër, vetëm shpjegimi se duhen të jenë dy terenit Rexhepi dhe Antoni. Ku shkuan në Klinë urime, unë nuk e kam marrë atë kuptim se unë isha mirë në Klinë edhe domethënë kohën sa kam qenë unë në Kosovë, në përgjithësi, nuk është një Klina keq, nuk kam mujt me po, kanë qenë shumë të angazhuar. Bile kur kam dhënë dorëheqjen nga dega në Klinë për mos më mbaj dy pozicionet unë edhe kryetare antar kryesie, aty ka pas me zër kanë dashur më mnal, me Ismet Krasniqi Ndjeri Zban Hisa ka qenë sekretar. Si do të qofte punë të kanë ecë ekuivalent me ecjet në Kosovë. Ky është mendimi im. Dhe ti vjen dhe si që te kuptohesh në kryesi, shumë drejt sepse ishim prag të një kuvendi që do të mbajmë vitin masandej 91, një kuvend zgjedhor që njihet si kuvendi i parë i LDK-s. Edhe pastaj në atë kuvend merr votat mjaftueshme për të trajtuar dhe për të ranguar në grupin e njerëzve me një autoritet goxha të madh. Për një kohë të shkurt ti arrin me shndru veten në një autoritet që vlerësohesh nalt dhe kjo në një mënyrë edhe një barë mbi qafë dhe quhet pozita e nënkryetarit LDK-s, ku ti ke qenë dorë djathtë edhe besnike Ibrahim Rrugovës. Qysh ka qenë me punu tash dhe me pas edhe detyrim edhe obligim edhe një farë pozite se ke qenë nënkryetari LDK-s pa qenë Rrugova kryetar i Kosovës, sepse kryetar bëhet në zgjedhjet e vitit 1992. Pas referendumit. Çka mundesh për kësaj distance kohore në pika të shkurta na fol rreth komunikimit, rreth bashkëpunimit me ndërmjet. Po, deri në kuvendin e parë zgjedhor, e quaja faza e formimit, domethënë ne ndavishin nga tanaont letër antarësime, pyetje, përgjigje, shqetësime, mundoheshim me i koordinu me një vullnet të madh njerëzor secili lamin e vet. E besoj që ka pas një bashkëpunim në antarët e kryesisë të formuesit e jo vetëm ata të intelektualë që ishin antarët të Këshillit të Përgjithshëm, domethënë një farë lloj ekipi sui generis me dhënë gjithçka për veten edhe domethënë terreni sikur vike thithte nektarin edhe shkonte në terren me mendimet tona dhe ne merrnim ide, domethënë edhe faktikisht u bë ajo shtëpi interesant, me thëmë tash, kur ishim bashkë aty i vogël, shumë e madhe, qysh në dzante e madhështia ishte në ide dhe në besim reciprok, në mes të antarëve, në mes tërë ekipit, në mes jush që keni punu aty si me detyra caktura, në mes aty në vajzave që
pa pretesë që qenë kafe, çaj, pritëshin për qelshin. Dhe me thënë, ka qenë interesant, sidomos me po tash me këtë distancë, një grupim njerëzish pa një strukturë të rrept administrative, po që ka funksionue shkelqyshëm. Pastaj vjen rritet, edhe kryer kushtet më mbajt kuvendi i parë zgjedhor, ku dhe me thënë dalin përfaqësues sipas votave, dhe unë aty emnohem nënkryetar. Tash edhe këtu ka një interesant një çështje. Sipas përvojës të deri në kuvendin e parë, mbledhet me deg i mante presidenti Rugova dhe Jusuf Buxhovi si sekretar. Pastaj, kur bën zgjedhjet, dhe me thënë aty, pati ndryshime edhe sekretar u emnu Bukushi, profesor Femiu nënkryetar, unë nënkryetar dhe antar të kryesisë tash. Edhe për mua ishte kënaqësi me kon profesor Femia Goni nënkryetar, profesori im ku kam diplomuar te ai, njëri që i dinte gjona, dinte t'i shpjegonte, edhe në ndërkohë Rugova vlerësoi se është mirë na me marrë me deg, se Bukushi për nga toni komunikimit ishte pak ma i papërshtatshëm për ta dhe donte edhe detyra tjera. Sidoqoftë, profesor Femia Goni, për mua ishte kënaqësi, me elaboru pyetje të ndryshme tjerë, unë në sen shumë ka tereni veç suplementare. Ke punë ashta një muj ditë, po këto ishin biseda kyçisha unë ashtu spontan. Mas një muj ditë, po më thot profesorën tënë, tha, ta kam një lutje, tha, mu kyç pak ma shumë. Tosh po profesor, jo, ja tha, në të në kyçu, tha se. E nje shumë, dhe me thënë, frimimin Kosovë kështu, faktikisht, dhe me thënë, unë u angazhova, me gjithë antarët e kryesisë, dorë në zemër, si pas nevoja. Edhe komunikimi edhe tash vlerësohet, mu me befasoj njerëz të vikes, se thojnë, a mban men në filan mbledhje ke thonë kështu e kemi citatin, të me thonë, edhe diaspor, se kam përcjell diaspor, edhe këtu mrena, dhe ka funksionu mirë. Pastaj erdhem të një ide që akon shumë interesante edhe mirë, atëherë po edhe tash me këtë përvojtimin, presidentin Rugova mos me lënë tërkohën me deg, por me arë pjesa parë, me i shpalue principe të to ideët që ishin tepër të rëndësishme, e pjesën e dytë vazhdoni me profesor Femia Gonin. Dhe kjo, dhe me thënë, ka funksionu mirë, se si dhe qoftë, kishte ka herë nga në pyetjes që si ta konte, ose si ishte domosdoshme me kon kryetari. Anton, më falë, që po të ndërprej. Vinte presidenti Rugova dhe kryesisht flinte edhe për aspektin ndërkombëtar, vizitat e ndryshme, trende, shkurt shqip, ku amri Kosova në agjendat ndërkombëtare, këtu i transmetonte edhe të njëjtët. Masi që dilke Rugova, ju mbetshit me profesorin kryesisht dhe folç, çata njerëz që ju ndëgjoshin, që ato kishin do lapsa dhe do letra dhe shkruajshin. Çka u zhvilloi kënë që ato mbledhje opinionit e intereson. Ata njerëz të e pe në një mënyrë simbolike shumë mirë që vishin, mershin polen dhe me qatë polen ndërtojshin tani ko vlera e aktiviteti. Po opinionit e intereson ma saktësisht. Çka folshet që aty, çka dilke si përfundim, kur u kryke që e mbledhje, nuk përfundojke për ty puna se her me njonin, her vike dhe njonit, pritke njonin rand, jashtë edhe një fjalë me Antonin edhe një. Opinionit intereson, në fakt, qa këni folë? Për mua, dhe me thonë, tema vazhdohej bjatë platformën që e shpalon të presidenti Rugova. Kisha për shtypje njëve të mund dhe profesor Femia Goni, se njerëzit po kanë dëshirë edhe një herë me ndëgju fjalë të mirat Ibrahim Rugovës. Në një kanë vështrim tjetër, në një shpjegim tjetër, ma gjanë, në segment, në pyetje që ju ka kesh me pyet Rugovën ose se patë në rastin, dhe me thonë, edhe pastaj përpiqeshim me pa si është e mundshme në teren, çka me bë, edhe kështu dhe me thonë të lidhur teori me praktik, edhe kjo akon shumë interesant. Më vonë patëm vendosë një herë në mujt, deg tona me ardhë, me lloj tash e quaj brainstormi, me pyet për hallet dhe dertet krejt lakurisht që shoh gjenja në teren, për me mujt ata me shpalu veten, me unit të realizuar të ne, edhe ne me kuptue specifikat e degve të në ndegve, ndrysh mundet me konpeja, ndrysh Gjakova, ndrysh kjo, edhe kjo ka pas efekt tepër të madh, edhe për ne informativ, që kena marrë informatën në dorës parë, dhe pastaj e kemi vlerësuar në cilën deg ose në ndeg bujmë me shku me temë të caktuar. Por ase me ardh kryetari Rugova, presidenti Rugova në mbledhje, unë kam pas praktiku me njoftue cilat janë shqetësimet e
pyetjet që janë kështu shqetësuese, edhe kjo ka koordinuar. Pastaj këto që thun ti nuk pushojshin, tash na bërë të aty përpara, edhe një pyetje, psysh kemi me bo, këtë pyetje dhe me thonë që shkonin nga njëherë për te mundësis na me thonë diçka, që edhe s'duj me thonë edhe nuk, për shembull, zakonisht shka bojmë na, jo mbrojtja, jo këto gjonat ishin interesante. Po summa summarum, unë mendoj se bashkëpunimi ose komunikimi, mënyra komunikimit me degët tona, me nën degët, ka qenë shumë produktive edhe ka qenë një bashkëbisedim në kuptimin që ne nuk kemi kriju përshtypjen o të folë shefi edhe ju më shelë në gojë. Jo, ka qenë bashkëbisedim ku secili prej nesh edhe ata e kanë marrë përgjegjësinë e vet me e bartë. Edhe tashti është interesant tash më pyete për Klinën, po edhe degë tjera i pritshin ata të delegurit në konferencë për shtyp, që thojmë në popullore që sikur besimtari hoxhën ose prifte kur me ardh ata pritshin Klinë shumë të organizuar, për marr Klinën, po gjitha degët. Me ardh shkato na thon Prishtina, edhe pastaj i kryshin që ato detyra, dhe janë kanë dhe me thonë, mendoj në ato rrethona për mua, biletash edhe me njëri tjera se i kam në Gjermani, kemi arrit potencialet pa besueshme me i aktivizue një lëvizje e cila ka pas aq vullnet të madh, ka bërë sakrifica të mëdha, edhe faktikisht e ka gjunizu Serbinë. Edhe në planin ndërkombëtar e ka bind për post tjerash Evropën se ky popull e meriton lirinë, është i disciplinum, nuk del jashtë kornizës të platformës që e prezanton presidenti për kërkesën për liri. Me duket se edhe një tjetër çështje është më rëndësi në degët tona, në ato kur në konferenca për shtyp nuk kanë ardhur vetëm anëtarët e LDK-s, ka pas edhe anëtarët e partive tjera politike. Kjo është shumë rëndësi, edhe interesant. Se kanë ardhur me ndëgju, me pa, me vrojt, me marr me veti zonat e mira, po edhe me na i marr dosje ata i consideration të pësi. Por kanë hi aty, kanë dëgju, kanë herë kanë pyet. Dhe kjo na i kemi ditë me emën me mbi emën, krejt, po kemi thonë kjo është mirë me ardhë, me në ndëgju shka po flasim na, pse kemi këtë qasje, pse nuk pe bojmë hapin e tretë pa të parin, çka mendojmë na për luftën, lufta nuk ka qenë tabu për ne. Po presidenti Rugova, profesor Femi Agani, të gjithë intelektualet, dhe me thonë edhe jashtë rrethit kanë vlerësuese, Kosova nuk guxon me hyrë luftë e pa përgatitur. Nuk guxon, të më thonë jo nuk hyn, por nuk guxon me hyrë luftë e pa përgatitur. Pastaj ne i kishim informatat se përkundër vullnetit Shqipëria s'kishte kapacitetin për arsye të caktuara që ishin bërë ato kapërcime dramatike për sistemit sistem. Pastaj faktori ndërkombëtar kishte disa prioritete tjera dhe ne bisedonim hapur me antarësinë tonë se ishte momentumi me u zhgëny. Për shembull, kur i kemi dërgu grupët e para në Shqipëni, me ushtru, me marrëveshje gentlemane që ka pas presidenti. Unë tham me bekimin Ibrahim Rugos. Unë tham me bekimin Ibrahim Rugos, janë angazhu veprimtarët e degës, Gjermani, Zvicër, rol ka Hafiz Gagica, rol ka Shejp Latifi, rol pastaj teorik dhe praktik ka Salit Qekaj, ka profesor Ali Aliu. E njerëzit e kanë pas se ne nuk jena të flenjë në gjumë, por po provojmë brana mundësi dhe kornizëm me bo ato gjona dhe ka pas një besim përgjithshëm. Presidenti Rugova ka qenë informuar nga unë po se po nga profesor Femi, dhe nga tjerë kolege, që kanë, dhe me thonë, se tash ku flas vetën njëjse, bajnë ashtakes se janë kolegët dhe kolegët që kanë mbulu terrenin në gjitha sferat, për shembull dita kanë mbulu diplomacinë, në Ibzeka ekonominë, doktor Zenel Kelmendi mjekësinë, informatën përmes qikut, këtë me thonë, një farforme, një shtet miniatur, po ka funksionu shumë mirë, dhe me thonë kanë qenë qeshtë dhanën sa njëri hinë në gjuna me full pa përmen emrin e tyne. Anton, kjo që e the prek dimenzionin universal në përgjithësi të aktivitetit këtij tregërshi që quhet Lidhja Demokratike e Kosovës, që jep me kuptu se në fakt për rrethonat dhe kohën që po flasim, ajo ka përfshi jetën Kosovë. Bile Rugova thë që ne
ne për zhvillojmë jetën në Kosovë. Mas pakti këtu ha politikë, se politikë është me jetu në jetë, dhe mbi jetu. Ty marë parasysh, krejt disciplinat, shkollimi, shëndetësia, humaniteti, informimi që ka qenë shumë drejtat e njeriut, pregaditja, mbrojtja, siguria, etjera. Çdo fjale jotja dhe deri tashme, deri në këtë moment, është ka një temë e një emisionit këtu, sepse me të vërtet ka pas aktivitet të madh. Dhe po duhet ne në një farë mënyre pak me i sublimu këto të gjitha, me i përmbledh. Anton kuadër të strukturës të LDK-s, dhe sidomos mas kuvendit parë të dytë zgjedhor, dhe më thonë që i pari ishte në vitin 1991, i dyti ishte në vitin 1994 dhe pastaj 1998, në përgjithësi, deshtëm me pranu kanë ekzistu si dy bloqe ose dy frankcione që janë identifikue njena me Femia Ganin, tjetra letë themi me Hidayet Hysenin, ku Ibrahim Rugova ka qenë mes si një farë Shqiponi me dy krah që i ka balansu këto sende. Anton Kolaj, më falë për konstatimin nëse nuk pajtohesh reago, ka qenë grupin e Femia Ganit dhe dorët djathtë, me Recep Gjergjin, me Edita Tahirin, me Naip Zekën, Skender Blakën e disa të tjerë, dhe ka qenë Hidayet Hyseni dhe grupi i Isht Burgosën me politik që dhije, dhe me thonë, Rambuja, Gani Koci, po kështu edhe Jakub Krasniqi, dhe psa i ka qenë në deg të Drenasit. Dhe kjo ka mbjetu, ka keni koegzistu në përgjithësi si dallime, si tilla. Qysh mundet gjenerata e re me e kuptu dhe një përshkrim tondin rreth kësaj. Do me thonë, kur them keni koegzistu, nuk ka pas dame nga le të themi në thojza ky fraksion s'pegjesh për një dur, ose ky mendim ndryshe, si do që tjetë, por keni koegzistu dhe për kohën sa ke qëndru në Kosovë, ti ke qenë shtyllë, do me thonë, më falë që po të radhitin krahun në Femia Ganin. Mas pari, është mirë me pak edhe aspektin kohor. Une, për vetën time, nuk kam qenë grup i kërkujna, ose me kërken si grup, se diri sa kam dalë unë për Kosove, nuk kam pa grupe në Kosovë, në kodrat LDK-s, edhe ka pas në i zonë, dhe me thonë, që nuk është pajtu në segmentet e caktura me qasën e Ibrahim Rugos, por unë kam marrë të drejten me a shprej Ibrahim Rugos shqetësimet antarët kryesisë, që kanë qenë normale, reale. Nuk ka pas grupime në atë kohë. Pas kuvendit të dytë, për shembull tash të burgosit politik kanë qenë në antarët Këshillit të Përgjithshëm. Dhe më ka ra me ta me shku në teren. Për shembull, mujmë me ta përmend një rast tash Rambujin, për cilën kam pas respekt edhe kujtimin e mirë s'kam pa kur, në Fushë Kosovë, ka qenë antar i Këshillit të Përgjithshëm. Aty kishim disa informata se do të shpërthen në kështu ne kënej. Rugova më tha, shko, tha, këshyrë, tha, pak, shkova. Rambuja ka qenë antar i Këshillit të Përgjithshëm. Edhe ja dash fjallën, dhe me thonë si tash isha nën kryetar, e kishte biseden eklatante për LDK-n e për vizionin. Tash, fakti se ka qenë i burgosur në politik, unë nuk më me qujt grup. Më duket se grupet që pastaj u profilizun ose u bon produkte dhe i gazetave, janë pas kuvendit të tretë, si kanë ardhur. Domethënë kuvendit dytë kanë ardhur me numër, pastaj unë nuk kam qenë në atë kohë dhe nuk më me fol. Por ka një parahistori. Ka pas në kuadër të kryesisë të LDK-s në fillim deri në kuvendin e parë zgjedhor, ka pas disa dilema, a duhet lejohet me hy të burgosit politik, a nuk duhet me hy për shkak se kanë bagazhin marksist-leninist e tjera. Edhe unë kam fol me profesor Femion për këtë temë, për këtë çështje, edhe ai më ka thonë, na duhet t'i hapim dyert, ta shohin platformën tonë, njerëzit kanë qenë në burg, kanë hyrë me qatë ide, nuk kanë mujt me u shkollu, s'kanë mujt me pa vizion tjetër, edhe këta duhet të integrohen. Kjo gadishmenia e LDK-s, Ibrahim Rugova, kurse që me thonë që kjo zban me konë, unë s'pakut unë nuk e dija,
Dhe kur në bo listat e ka mujt mira vi, unë nuk bëjben si kara dikuj vi, po kjo fryma se mund me hi me integru, bili njëherë, ka pas një biset, kem kujtohet, se dikush e është lidh me emrin e ditë burgosë politik, po është në rregull, kanë mendimet e veta, le ta bëjnë një fraksion në kuadër të LDK-s, fjalë për fjalë. Një fraksion. Domethënë, Ibrahim Rugova, Femia Goni, unë tjetë nuk kemi qenë përjashtues në kuptimin, por unë e dim se ka pas ajo parulla do ta morrim kalon nga mrena, mundet tjetë punune ilegale, por kaloja nga mrenda s'ka mujt mu morë kurreve, s'ka mujt mu kesu dikur vonë. S'kan pas kapacitet me marë, në të fazën që ti po flet, ne i kena pritë të gjitha proceseve. Edhe të procesi mbrojtjes, nëse më lenë me të këthy tash prapë. Ti e din ma mirë se une, kur një grupit burgosë politik kanë shku me vizitu Rugovën në Lakrishte, ka qenë bised pukur pak kështu, Rugova kur s'pi ka përmen emrat, edhe mos e kam vetë, kështë ka shep me ditë, mi lipa të thonë ku të vinë, ka thirëm, hajt. Edhe e ka thonë për post tjerave, armë, që edhe te këtu punë mund shmi ditë ma mirë se unë, i ka thonë Azem Sylë së folman të në kullën. Azem Sylë unë kam punu në Kjeve dhe i ka qenë në Burg edhe unë e vlerësoj për punën e berat herë. Pik. Kem bisedu i kam thonë po, na dojnë me formu që, dhe me thonë ushtrin, kështu. Jemi të gatshëm me i pranu, kodra, kështu me integrua nëna. Edhe tha, okej, bisedoj me shok, këshyri. Mas një 10-12 ka ardhë, tha në tonë kam bisedu me shok, tha jena mirë, në të gëzumë, si në të bo kështu, në nuk kemi arme edhe kapacitete financiare, po kemi një problem tjetër. Çfarë problemi keni, Azem? E na me Ibrahim Rugovën nuk mujmë me punu. Thash Azem, për kundër mesisë që kem, këtu përfundon, këtu është ziti. Ibrahim Rugova është komandant i forcat armatosura, se është kryetari i Kosovës, o kon ke mas zgjedhjeve presidenciale. Me thonë, aty është thonë jo, edhe këti jo, unë të se kam përmen me bo, e ka thonë Azemi mas lufte, ka dalë në televizor edhe ka pohu, men të në kullën, jemi prish për shkak të Ibrahim Rugovës. Edhe një veprimtari në dekes, në përëndim, jeftari Ibrahim Rugovës, më thret pas kësaj, se pa ta pa, thot mu, a ke ndëgju Azem Sylën? Thash, jo, se kam ndëgju. Shka ka furë, thash, se kam ndëgju. Tha, profesor, për të kërkoj falje, kam pas menu. Shëshqyrë se si jemi taku ndo njerë, se të lashe kishë dalë me mu, thash, shëshqyrë, shka mi thonë. Tha, kam pas mendu se ti e ke tratu Ibrahim Rugovën, se je bo me të burgosurit. Tha, Azemi, tha, ti me prish me ta për Ibrahim Rugovën. Me thonë, dera me hymë, me integru, po dhe me dalë ka qenë e hapur, për vetën time në atë fazë nuk e kam konsiderue, do të nisha e tash me pa dalë grupja ne e knej, Anton Kula konë grupi Ibrahim Rugovës e Femia Gonit, tash dhe me thonë, këtu s'ko dilema hisë. Në kuadër të strukturave të lidhjes demokratike të Kosovës kanë ekzistuar edhe komisionet ndryshme. Domethënë ka qenë komisioni për drejtat njerëzit, komisioni për informim, siç thamë, shëndetësi, solidaritet e tjera dhe ka pas përgjithës nivel qendror, nivel rajonal, nivel komunal të prej aktiveve tjera. Dhe dihet kjo. Tani, kryesisht orientimin e bisedës po du me qu në një strukturë ku ke qenë edhe ti, do me thonën, si mbikëqyrës edhe si shtyll e ati segmentit, krahas segmenteve tjera, dhe kjo është çështja e mbrojtjes. Po flasim për vitin 90, 91, 92, hajde të qeshim edhe 93, ku ta diun, ku mas zgjedhjeve të vitit 92, u mbajt, do me thonë, si që dim ne, deklarata kushtetuese, kushtetuta Kaçanikut, që të ka dhonë, si me thonën, bazë për t'i vazhdu krimin e institucioneve në qatë kohë dhe para zgjedhjeve. Referendumi, janë për folë, emnat e qeverisë, konsensual, heterogen, një ande, një knej, do në egzil, do ministri, është folë në atë kohë, ditë, së ditë. Edhe tani mendoj që opinioni mirë fillësisht se çështjet dokumentacionit edhe çështjet të prezantimit, domethënë faktik, besoj që ndonë mendimin me mu jemi të brisht, ende nuk ka diçka të fortë si material që mundet, domethënë edhe me pas ushqime shkencore
dikush ose një gjenerat rreth atyne, po besoj që ndoshta edhe ti je ty punu, dikush tjetër ty punu. Unë po e përkatësoj pak edhe po ta gjuj si pyetje, ku ka qenë Anton Kolaj në krejt këtë, me çka është fërku, me cilin komision, qa ka detyra jote, roli jote, për mos më të befasu tash ty opinionin, por unë e di që ti si funksione në përgjithësi dhe ekzekutive ke përfundu dhe mund kujtohet edhe çështja tërheqjes nga pozita e Ministrit të Mbrojtjes së Republikës Kosovës. Po, si të thash në fillim, ideja, platforma, vizioni për të ndërtu shtet pavarur është bazamenti mbi të cilat pastaj janë ndërtu të gjitha këto segmente, por me prioritete të ndryshme. Me që unë jam njëri prej anëtarëve të kryesisë, tash si nën kryetar, tepër aktiv në terren, shqetësimet, kërkesat kanë qenë të mëdha, a jeni të menu për ushtri, a shkon që ashtu deri kur shkon, nashta nuk shkon, dhe me thonë dilemat nga më të ndryshmet, me arsy, të qytetarëve tanë, pastaj ngjarjet në terren, për shembull të kujtohet sulmi i parë që është bërë për kazit të natën në dhjetor, kur dhe me thonë janë mundu të zonë vllazërit Ademin edhe Hamzën edhe Rifatin, për fat mirë ata kanë ikë, dhe me thonë me një rezistencë të vogël sa dini, po kanë shpëtuar nga rrethimi, por ka qenë maltretimi i njerëzve tepër i madh, na pastaj si kryesi e LDK-s, mos e kemi marrë informatën nga Skenderaj, dita me njerë ka njoftu, ka marrë kontakt me ambasadën amerikane, dhe ata na kanë këshillue me shkuën të policia edhe me bo biseden me ta. Të më thënë, ne nuk doni me shku, pa petë komunikoj dita, ata kur bon ultimatum. Shkoni pa shku të ata, ne nuk ndërmarrim gjë. Si do qoftë, u vendos me shku profesor Femi Agoni, Bajram Kelmeni, ta shdyt ndjerë dhe unë, kemi shku të stacion policisë, edhe stacion policisë në Prishtinë. Për me i thonë, çka të ndodh atje, tërheqni pse po i maltretoni njerëz të kështu. Në Prekaz. Në Prekaz. Në fund vitit 1991. Po, në Prekaz. Bile Bajram Kelmeni ka qenë shumë i zëshëm, për mos më thonë edhe agresiv. Ne dojmë shku atje, edhe thanë, okej, ju përcjellim na me kerë. Profesor Femi Agoni tha, s'kani nevojë më na përcjell me kerë, na shkoj me kerët tona. Edhe kemi shku në 3. Rrugës dikun atje, tash nuk kujtohet një fshat, profesor Zekirecanin e kishin nal edhe futën në Llagam. Ne kemi shku, nuk ka qenë situata e tepër randuar. Tepër randuar, njerëz të morën gjysmë në zhveshën, pështetur për shkolle, dhe me thonë, e zhvillum biseden me ata që ishin me tanka, me kështu me atë komandantin e tyne. Profesor, ata në kërcënuan se tash mundet me pas vrasje, nëse garantojmë për ju, ose do të qoftë. Ata për shkak publiku do të një digresion me gojë këtu, ose një serim. Ju shkut në erën Prishtinë, se këto është gjana shumë të rëndësishme për opinionin. Ju shkut në erën Prishtinë. Dhe pastaj shkut në policinë e Skenderajt, se ta këtu ne tash këtu dhe rrugës, këto jetimet e rrugës. Po. Në Prishtinë, dhe me thonë, kemi profesori ka të regu se kështu, ne keni rrethu njerëz, jeni ti maltretu, ne dojmë shku atje me papë, se ndodhë kjo punë. Bajrami ka qenë, tash më kujtohet fjalë për fjalë, ka qenë shumë i zënshëm. Edhe ata thanë, ne ju përcjellim me makinë, profesor Femi tha, ne kena makinat tona, tha, nuk shkoj me makinat juja. E pse ju o dasht aty në më thonë që po shkojnë Prekaz? Ambasada amerikane tha, ju duni me shku te policia sebe me njoftu se doni me shku. Na tham shkojmë pa na njoftu. Nuk dojmë njoftu. Ata bon presion, duhet për ndryshe ne nuk mujmë unimu. Kjo kon presion amerikan, nuk kem tash me më thonë. Jam i sinqert to tash, nuk do me lut kjo fakti. Pastaj kemi shku atje, kanë qenë të rrethuar me tenka, me mjetet blindura, si që thëshin Pizgavera, situata e shumë shqetësume, ishtë bo bukur vonë, njerëzit ishin në bërë shkollës tonë pështetën dikur gjysmë deshe kështu. Edhe u bo një bised tepër acaruar aty me udhëhesin e asaj njësie, edhe
Në ndërkohë, pastaj na kanë thonë qytetarët se i kanë një ushtrinë serbe, ose policinë serbe të thonë, erdhën këta trugos, tash s'muj me bo kur gjë. Në ndërkohë, tash po thëmë për herë të parë, ai oficeri që ishte përgjegjës, unë nuk guxoj, s'kam kompetenca, duhet ta pyesni komandantin e policisë në Skenderaj. Pritum shumë, domethënë, më shku, Bajrami Kelmendi, si profesor Fimi tha, po shkojmë. Tha, të bëjmë diçka, mos të shënjë ashtu. Ishte situatë tepër prekse. Kur jemi ofruar te stacioni, ka pas klithma njerëzish që mendurisht, domethënë, tu rra. Atëherë profesori ka thonë, unë si aty. Jemi kthy. Derisa jemi kthy na, janë tërheqë edhe tongsat edhe ka shku. Domethënë, e mora këtë segment për me dalë te ajo se ne kemi qenë si kryesi, jo si individ. Ibrahim Rugova na ka thonë më shku atje, se tash po thonë plot e kështu ne këndej. Kemi qenë aty ku ka kërsit, kemi qenë me në mundësive tona si kryesi, dhe nevoja për të bën ushtrinë e këto, ne nuk kemi konë mjope, kemi pa, por jemi mundu me... Dhe ju a shku te familja? Jo, te familja s'kemi shkuat në. Fare? Jo, sa bo avur. Jo, se te familja s'kemi shku sa ta, ne kishim informatën që kanë dalë. Se tash flitet edhe për një takim, gjithësisht për një vizitë në Saraganit, për ma vënd dhe opinioni e pret edhe ato. Dhe këto e bona me qëllim për me seru për opinion, edhe për shikusit që flitet për një takim të parë, ku nuk o vizitue familja, por vjen takimi tjetër që... Ajo është takimi, unë nuk kam qenë në takim. Për cilin ndoshta është mirë tash me... Po, unë nuk kam qenë në takim, po këtë takimi parë është kom bërë shumë vonë edhe ne patëm informatën se, dhe me thonë, tre vllaznit jashari kanë ikë, nuk janë të rrezikum, edhe ishte ideja që më shku aty mos me rrezikojmë, dhe me thonë, kjo ka qenë ideja. Më vonë bisedën, atë këtë vizitën që ka bërë profesor Femi Agoni, unë nuk kam qenë edhe nuk di shumë me folë për ta. Di ata që ka është thonë... Thuhet, do me thonë që ka qenë kërkesë e profesorit në një farë mënyrë, ndoshta mu tërhjek pak e ndoshta dhe me lëvizë, mos me uqfaq shumë e ku ta di. Nuk e di atë pjesën, po kështu dhe me thonë, të ashti ideja e luftës nuk ka qenë e huj. Dhe me thënë, koncepti general i angazhimit e presidentit Rugova me rrugë paqësore e ka rrit me e bind Evropën edhe me thy propagandën jugoslave së konë calli djeshit se shqiptarët janë grinda veca, nuk dojnë paqet e tjera dhe ka rrit shumë për mush o vizion një madh me pase jena të botë qmës, po vjen momenti kur vjen lufta, si shedin ti. Pastaj ka pas angazhime gjitha shtresave shqiptare, se cilin në profesionin e vetë, me dhonë një kontribut më të madhë. Kur i preashtun, dhe me thonë, policin nga mekanizmi do dulen vetë, po ashtu i largun oficerët shqiptarë që ishin shkolluar në armatën jugoslave, kishin funksione. Grupi oficerëve ushtarak nuk pas kanë pas drejt me ligjë jugoslave me bos sindikat panvarën, ndërsa policia po. Policia organizu shpejt për mes sindikat panvarën dhe dhe me thonë, e mbulonin aktivitetin e vetë, grupi oficerëve jo, pastaj ata kanë lyp lidhje me kryesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me Ibrahim Rugovën, dhe për informatat mia sa di unë, kontaktin e parë me Hajzer Hajzeri, atëherë major, profesor në Universitet për Mbrojtjen, ka marrë me Shasir Shasirin si kolegë dhe me profesor Femi Agonin. Edhe është i njoftuar presidenti Rugova me idenë dhe gatishmërinë e oficerëve me dhënë një kontribut në këtë lamin nëse vlerëson politika. Në ndërkohë që ka pas komisione për mbrojtje, sigurie, informacion këto. Sigurisht, po janë këto, dhe me thonë komisione këto kanë qenë. Keni koordinu ti me Recep Gjergjin krejt këto biseda këtu. Dhe me thonë i kena bërë një farë lloj simbioze me dege, me rujtjet shpijave, ka Kofini, ka Nena, dhe me thonë Podujeva, kur Gjepi ka qenë shumë i angazhuar. Edhe ka met, sipas profesor Femi Agonit, nuk janë zhvillu sa duhet me intensitet. Një të premte, dhe me thonë, me natën një tetora formu qeveria jonë në ekzil. Edhe janë formu edhe ministrat, janë emnu, ministri i mbrojtjes jashtë është emnu Nik Gjeloshi, i punët mrenshme Ramush Tahiri. Po ne, paralel, kur kem pasë sot të mujtë më mbulu, më funksionu, kemi bo ministrit për kace këtu. Edhe si të thash, në dikun në shkurt mars, profesor Femi Agoni mas konferencës për shtyp, ishte një konferencë me deg, po kur e nëzet kështu, tha dalim pak jashtë, ka stadioni dulem, ka qenë profesor Ali, nuk e di sa i mund t'i kujtohet, edhe po më thot Anton,
e kam dashur me bisedu diçka me ty, po s'mujta mrena për shkak se na Ky është viti 92. 91 formu qeveria, do të thonë, dhe u zgjedhën këta ministra. u zgjedhën ata, ne vrejtem se komunikimi jashtë mrena nuk është shumë kompatibel, i përshtatshëm, kishte mangesa, pastaj e disa gjona politike. Dhe ata jashtë u quishin ministra, Po, se ata ishin eksil, kurse ju e kryshit punën e ministrit pa tonë. kryshim punën, domethënë. Dhe ishit ty e shpjegu bisedën agon. Edhe më thot, o konë mirë me e marrë Ministrinë e Mbrojtjes. Thash profesor për nerë, thash me këshyr, kështu në oficer tonin e kështu kem pas ide do në për dek tona. Antën tha, jem të këshyr, po s'jem t'i zjetë. E ka pa ta stilin. Si dhe qoftë. Thash, nuk e një vetën, se unë nuk jam ushtarak. Ushtarak ministri s'ka nevojë me konë për menaxhera. Kjo fjeli, thash. Është i njoftum kryetari, tha, po, ku të tham une, thash, profesor, më falë me krejt respektin, pa më thonë Ibrahim Rogova, thash une, nuk. Ke vështirë me pranë. Nuk më kërkoj fali. Okej, tha, flasone me Ibrahim. Dhe ka shku në ashta 10 ditë, edhe më ka thonë, është Ibrahim, profesori thonë të Ibrahim. Po. është i pajtum. Dorë në zemër aty e bona një hapë që nështë asish dështë me e bo, se unë i kam besu profesor Femir, po me gjitha te, kam shku të kryetari, Rogova, edhe i kam thonë, a ka folë profesori kështu, po, jam dakord, merre, po me pas kujdes. Ja të regova personin, dhe me thonë emrin e Hajzeri, thashë me qëta duhet me punu, a ja vlen ose ishë. Tha, te të regoj, së më tha aty. Po. Mas një jave, thash kryetar si duket, tha po, është burri mirë, i familjes mirë, po nëni, kujdes, ka dale, nuk du me më pru procese, me shkrim, as me majt procese verbale, edhe Informacione me shkrim. nuk du informacione me shkrim, edhe tha, kryetar, po na i letër tash si për minister, tha, Anton, a ma vlesh ma fjalla jeme, a letra jeme, thash, jo fjalla. Edhe aty dhe me thonë, u rumbulla kësu, edhe pastaj jemi mundu, dhe me thonë, kontaktet e rregullta i kam pas me Hajzerin, çdo bised që e ka zhvillu, dhe me thonë profesionale kam njoftu presidentin në 4 sy. Edhe bisedat me Hajzerin janë majtë në 4 sy. Tani Hajzeri ka pas këtë pjesën ekzekutive, në një farë mënyrë në Shef i shtabit të përgjithshëm zyrtarisht. Ma ne janë zhvillu, janë konsolidu, normal kanë pas vështirësi të natyra të ndryshme. Hajzeri rrallë ka ardhur në shoqat, komunikimet, kryesisht ku i keni vu? Natën. Aje me, dhe me thonë, me shoqërusin e tij Ramora i kanë caktu objektet, ka herë në Bilish, ka herë në Prishtinë, nuk i di të në zemër. Ata e kanë morë se, unë kam vlerësu se ata janë ma kompetent për siguri. Unë kam vlerësu. Takimet kanë qenë vetëm 8-8, me të kanë tjeta. Informata, zhvillimit, ku janë të shku, konceptin, që janë të aktivizu, si janë të aktivizu shtabet komunale, ne animum deg tona njerëzit gjithë, po me i gjithë njerëz ma kompetenta për deg me i aktivizu shtabet komunale, kjo struktura. Pas te kanë shku ka dalë disa herë jashtë, ka taku dhe Bukushin, me herën e fundit, kur është këthy, ka pas një bised me mu. Salicekun ja kam preferu në Gjermani, ka shku, ka bisedu me ta, ku ka tha, jam shumë i knoqën, tha një njeri i merituar për punë të merituar, dhe me thënë takimi i Hajzeri. Për çka ti ke propozue Salicekun? Për çështjet mbrojtjes, se nina doshin lidhjen me Salicekun. Kam tërgu për backgroundin e Saliut, që është marrë me grupe, që shiko do grupe në këtu në Desjane, do me thonë që ato gjona që Saliu ka pas bon ilegale. Kishte edhe një lloj krize, ftofje, në koordinim me deg tona, nga ona qeverisë, edhe nga ona ministrit të mbrojtjes. Dhe nuk më pëlqen vetëm mua, nuk na pëlqente se ministrit mbrojtjes Nik Xheloshi. Që quaj Nik Xheloshi. Dhe tash për sqarim, domethënë, të opinionit, në një farë mënyrë a mund të konsiderohet që Ministria e Mbrojtjes është përbërë për 2 njerëzve në këtë rast, dikush që e përfaqëson në Kosovë dhe dikush jashtë, apo si me kuptu tash? Po, përse kanë ekzistuar 2 ministrat mbrojtjes e 2 punëve të mbrëmshme, kjo është fakt. Kjo është fakt historik. Dhe tash vetëm të harxojmë edhe se s'do të lëshohem shumë, por si qëndron puna tek Ministria e Mbrëmshme tash. Ne kemi në cilën periudhë kohore, ka qenë paralelisht
Po. Kur ti e zgjedh, o zgjedh edhe dikush tjetër ministër dhe po du ti me thonë i punët mbrapsht. Është caktuar Recep Xherxhi. Njëjtën kohë kur i caktu edhe ti? Njëjtën kohë, jo në prezencë time, tash për kohën eksakte mund njerë me folë me Recepin. Po, ai e ka pas, domethënë, detyrën me kurse jashtë Ramush Tahiri. Jashtë Ramush Tahiri. Ne kemi vlerësu pastaj se kjo dihotomi, ndamje, për arsye gjeografike edhe distanca geografike i bën edhe krijon keq kuptimet e muhabete tjera. Dhe ju keni bashkëpunu me Recepin, keni qenë Po, këtu s'ka pas problem. Edhe për këto aktivitete. Por edhe me antar tjerë kryesisht na kemi, domethënë këtu. E që shquhet raporti yt me Recep Xherxhin. Ju keni qenë dy njerëz, domethënë që sidomos terrenin dhe komunikimin që thonë populli ashiqare e msheft, ju dy e keni pas, apo jo? Dhe keni qenë ndër njerëzit në një farë mënyrë më besnik të Ibrahim Rugos. Anash profesor Agani që ka qenë truni, produsit deshe, që dihet se fundit Agani ka qëndru mbas gjithë këtyne, apo jo? Ka qenë njeriu që... Sigurisht, gjithsesi. Po, komunikimi me Recepin ose bashkëpunimi e punë kanë qenë natyrës edhe me një besim të madh reciprok, domethënë. Dhe sa ka zgjatur tash kjo kohë, këtyne pozitave, se këto janë shumë anton të rëndësishme për opinion. Po, shumë mirë. Tashti, domethënë, shtabi i përgjithshëm nga kryemi Hajzerin është angazhuar në terren dhe ka evolu pozitivisht puna. Ka ardhur në një pikë kur ata, sipas bisedës që ka bërë ndjeri Hajzeri me mua, herën e fundit, pa të shku të me vizitu bujarin, kanë qenë gatshëm, i kanë piketu pikat në gofi për bartjen e armëve, domethënë hapi me i pa mundësi të fuqjes armëve në Kosovë. Ka pas avancim në këtë punë. Pastaj, kur është kthy për një bisede nga perëndimi, në proces verbalet që mi ka dërgu Salit Çeka i mu në Gjermani nga rrëfimi i Hajzerit në Burg, kanë dalë disa informata që unë nuk i kam ditë. Dhe ato janë? Po gjona që ky ka taku disa njerëz, për cilët mu s'm ka kallëzu se i ka taku. Me thanë të shërbimit tash nuk i kam emrat në kry, por sigurimit atje e kështu. Me thënë gjona që për mu janë konë treja, nuk du me ndërtu të ashtë i këtu konspiracion, kanë qenë treja, po më 23 shtator, Hajzeri është burgos. 23 shtator? 93. 1993. Të dalë për shpiz vetë, që atjetë, dhe me thënë komunit historik dhe është burgos. Unë atë ditë ka qenë mas ditë kam qenë shpi, kam potu, edhe në ndërkohë, vjen Skënder Blakaj, shpi, Skënderi këti qartë në ftyrë, dhe me nëhën sa i ka pas problem, ka pak me lukth. Hadi Skënder, tha jo, kalla pa dhe pak të. Tha, është burgos Hajzeri, thash. Ishte shok. Se informata që i kishim gjatë punës, me thënin mu se Hajzeri nuk mund mu burgos se as vetën se lojnë me ra, me fjetë, po. Aty të ashtë janë pjesa tjetër kuje. Edhe isha, dhe me thënë me të vërtet, në shtres të edhe ka thonë kryetari ti dush sa ma shpejt me dalë prej Kosovë. Aty unë, të me thonë një herë blokada adrenalina, se s'dalë prej Kosovë, nuk du me dalë, të sincerisht është. Skënderi tha, dhe janë i popër në këtu tha në tënë, ti ka urdhën me dalë dhe ti nuk i takon më vetës tonë, këtu e në probleme shtetënore. Edhe unë kam dalë në 3 njerëka sportive, në për Mitrovic, ti në Prishtinë, Hamdi Gërvalla ka organizu daljen, kufinin e kam kalu ilegalisht në Han të Lezit, që po nalim këtu për pjesën tjetër. Shikus nderuar, çka të themi këtij artikulimi? Antoni si një si mirë dhe njeri me një autoritet të theksuar dhe unik kryesisht atje ku preke i realiteti që ne qunim në atë kohë të rënë, në rrëfeu për krejt një histori e cila përshkruan veprimtarin e një njeriu që mund tjetë referent për shumë aktivitete dhe shumë njerëz të asoj kohë. Antoni edhe sot është një njeri me autoritet lartë dhe është njeri që nuk ja hup meritat askujt dhe ka ru një unitet me të gjithë. Ai ban pjesë në grupin e njerëzve me autoritet të veçantë si në rrafshin horizontal, po ashtu edhe në atë vertikal. Antoni meriton mirënjohje të mëdha prej të gjithë njerëzve relevant, pas shumti nga institucionet e Kosovës. Me kaq,
po e përfundojmë edhe këtë emision fakte, duke i rikujtuar se emisionit e keni çdo të shtunë në ora 21 në KTV dhe platformën Arta dhe të nesërmen nga ora 17. Po ashtu në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovci. Pini ujë rrugove, hani vipa chips, udhtoni me fitbull dhe nuk kom harruar. Ardhem. Mujt të harroj, por nuk mund të harroj mikun tim Dane. Mirupofshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika.